أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين فلندرم الله جل جلاله وجل شانه بجد ميرا بركاته برحمته جنة غفار ديشم صلاة والسلام بلوتا شبيرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شبيرت رذكرت بياز ذكرت طولة سيدة كان ديكت الله من رب العالمين. Në fillim të kësaj ligjëratës tonë, e cila do të flasim për sqarimin në lidhje me xhennetin dhe për shkrimin në lidhje me xhennetin, në fillim pra lutem Allahun xhaleshanu që këto përgatitje dhe çdo punë dhe vepra të cilat i bëni ju dhe i bëjmë ne, dashur Allahu që inshallah na shpërblen me të mira në këtë dynjë dhe botën tjetër inshallah. Përmes këtyre dashur Allahu që na shton dijen neve dhe juve inshallah. Dhe dashur Allahu që këto minuta që i kaloni me ne janë sebeb për me kaluar mbi urrën e xhenemit në formë sa më të shpejtë inshallah. Dashur Allahu që na i forcon këmbët mbi urrën e xhenemit dhe nuk lejon që ata të rrshqasin dhe të bijnë në te Rabbil Alamin. O Zot, para vdekjes tonë na furnizoj inshallah me pendim dhe me tauba Rabbil Alamin. E gjatë vdekjes tonë me qetësi dhe rehati inshallah Rabbil Alamin. E pas vdekjes tonë na nderoj dhe na i fal gjunahet ya Rahman ya Rahim. Në këtë natë të madhe inshallah bëhet që çdo gjunah na i shfal ya Rabbil Alamin dhe çdo problem që kemi në mesin tonë të na i zgjidhësh ya Rabbil Alamin dhe çdo smur inshallah të na shërosh ya Rahman ya Rahim dhe çdo të vdekur inshallah të na mëshirosh o Zot i gjithësisë dhe çdo student që kemi inshallah Allahu që e kalon dhe ndihmon në problemet e tij ya Rabbil Alamin dhe bën o Zot që inshallah të rriton të udhëzosh të drejtosh në rrugë të mbarë të drejtosh ya Rahman ya Rahim. O Zot, bëne që përfundimi jonë të jetë përfundim më i mirë dhe me fjalët më të mira dhe bëne të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ne dhe ne në ditë shefaatçi ya Rahman ya Rahim. Se takon në hollësirën mbi veprat e xhenetlive dhe hollësira mbi sqarimet në lidhje me xhenet. Në këtë aspekt dëshirojmë të flasim dhe dëshirojmë të flasim edhe në disa nën tema tjera. Hazreti Omeri radiallahu anhu duke mbajtur hutbën, duke ligjëruar në njërën për gjumave të tij, duke qenë khalif, dhe i thiri njerëzit dhe ju tha, o njerëz, mos lëvizni prej vendeve ku jeni, qëndroni aty ku jeni. Dhe u largua prej këtij vendit, u largua prej xhamisë, doli jashtë edhe u kthi pra. Dhe ju tha, o njerëz, imami tuaj, ati që mbante hutbën pra, gjithësisht mua, tha, mu prish abdesin, duke mbajt ligjërat. Dhe une dola jashtë të marr abdes, mora abdes dhe u ktheva përsëri dhe vazhdoj ligjërat. Hazreti Aliu i tha, o Omer, a nuk ishte ma e mirë, ma në rregull, në qoftë se ti do ta përfundoshe ligjëratën, çështu pa abdes, dhe kur të niseshim për namaz, të dishe të marrësh abdes dhe të nish në namaz. Pse të përprove vetëm? Nuk pate nevojë, ti pate mundësi të vazhdojsh ashtu. I tha, o baba i Hasanit, ja Abul Hasan, a mendon se turpi im përpara këtij njerëzve është më i madh, apo turpi im ditën e Kiametit përpara Allahut është më i madh? Unë po i frikoj më shumë turpit tim ditën e Kiametit se sa para këtyre njerëzve. Kjo është një mësim në disa aspekte, që në qoftë se imamit tuaj apo imamëve tjerë, në rastet ndryshme, i prishet abdesit, nuk duhet t'i vijë turp dhe marrë që thot njerëzve, o njerëz, edhe unë jam njerëz sikur ju, pritni 2 minuta. Dhe para së gjithash duhet ta di secili prej ne imamëve që turpi përpara Allahut ka me kon shumë më i madh. Edhe pse Allahu xhaleshanuhu ja mbulon turpin njerëzve, por jo në rast që ti të falesh namaz pa abdes, ose jo në rast që ti të bësh gabimet edhe më të mëdha. Për atë shkak, kjo është një metodë. E pse i bëjmë ne këto ligjëratat këtu? Thuhen veprat të cilat na i bëjnë të qartë rrugën për në xhennet, nga se këta njerëz ishin xhennetli ose janë xhennetli. Dhe kur të marrim i analizojmë veprat e tyre, na serohet neve, na bëhet e qartë neve cilat do të ishin veprat tona të mira në këtë dynja, gjithësisht edhe në imamllokun tonë. Paramendot në shumë vëllezër, cilat janë turpet tona të sotit. Njerëzit platë shkritën.
njerëzve ju merret pasuria përpara syve, edhe si një bëjsh kuqe, nga sa është në pozitë. Njerëzit vjedhen përpara syve, se te kanë shu revolverin edhe nuk le televizish për vendi. Edhe ajo është musliman, edhe ajo është musliman. Që ditë. Dhe njerëzit masakrohen përpara syve. Dhe njerëzit vrasin njerëz. Dhe nuk ndalen, subhanallah, dhe cila do të ishte turpi i tyre ditën e kiametit përpara Allah dhe përpara krejt mahshere. E sidomos vrasësve, qoftë musliman ndaj musliman, apo musliman ndaj jo musliman, do të keni parasysh në dashën vëllezër, se Allahu xhaleshanu do ta thirr edhe vrasësin, edhe të vramin. Dhe do t'i thirr sparin përpara Allah dhe t'i pyes, a din ti pse e vra? Dhe a din ti tjetri pse e ke vra? Dhe secili prej tyre duhet t'japë përgjigje. Endema e keqe është, edhe për shenjave të kiametit është, tha kur as vrasësi nuk e din pse e ka vra, pas i vrami nuk e din pse është vra. As ki s'ka në një hak, në një borës ndaj ti, as ki. I treti, i katërti ka thonë shko krye këtë punë dhe u krye këtë punë dhe që në rafë, e kjo është një për shenjave të kiametit. Të gjithë këta, turpet, marët, dhe gjithë ta personat cilët i kryjnë, i thirim ne dhe bëjmë thirjet për jetëshme dhe për ditëshme, që të pendohen të Allahu me pendim të sinqert, të largohen kësaj rrugë, që nuk i qënë në rrugë të marë, të kthehen të Allahu i cili derën e ka gjithmonë qenë. Dhe Allahu është gjithë falës, përveç atyre të cilët bëjnë gjunahe dhe mburën me gjunahet e tyre. Dhe pejgamberi a.s. në hadithin që transmeton Salim ibn Abdullah, kam dëgjuar nga Ebu Hurajra i cili thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku thot, kullu ummeti muafi illa al-mujahirun. Të gjithë ummeti im ka për me ju falë gjunahet. Përveç ata të cilët i kallëzojnë gjunahet, ose mujahirun. E i thanë cilët janë ato ja Rasulallah, tha janë ata të cilët gjatë natës bëjnë gjunahe, e gjatë ditës shkojnë të shokët e tij apo shoqet e tyre dhe ju kallëzojnë se çfarë gjunahe kanë bërë dhe mburen me ta. Tha është interesante se gjatë natës gjunahet e tyre Allahu i mbroi dhe nuk u nxjerri përpara njerëzve, kurse ki shkon dhe vullnetarisht kallëzon dhe tregon për gjunahet e tyre. Përveç këtyre. Edhe Ebu Bekri, duaja e tij ishte non-stop duke thonë, o Zot, na mbrot turpin, na mbulon turpin, na mbulon marrën. Edhe duaja e sahabëve të mëdhej, po qoftë inshallah që kjo është edhe duaja juaj dhe gjithë muslimanëve, o Zot, na mbulon turpin, na mbulon marrën, nga se ne jemi njerëz lëshëm dhe bëjmë gabime. Njerëzit ditën e kiametit do të paraqiten përpara Allahut xhaleshanu me imamin e tyre. E çka është me imamin e tyre, do të thënë me udhëhecin e tyre. Pikë pari do të paraqiten ata me pejgamberin e tyre, me pejgambert e tyre, dhe secili prej grupeve të tyre në bazë të grupit të tjerë kështu. Do të ketë grup të hajrit dhe grup të sherrit. Grup të hajrit, do të thonë do të jetë udhëheci i tyre i cili ka shtëpi, ka krek në hajr, dhe grup të sherrit do të jetë udhëheci i tyre i cili ka qenë kryesore që i ka çuar ka sherr. Ai në ballë të tyre. E pyetën Imam Aliun, o Imam, a këtë njerëzit do t'i pyetë Allah ka një? Tha po. Ta këtë sa miliarda dhe miliarda ka pas këtë dunjon dhe do t'ketë deri në kiamet, këtë? Tha po. Tha shumë e çuditshme, si është e mundshme shumë. Hazreti Aliu ju përgjigj. Tha, a kanë hëngër këtë të njerëzit ka një? Apo një ka hëngër për 100? Tha jo, kretë kanë hëngër ka një. Si i ka ushqej, tha Allah, i tha kretë ka një, ç'është do t'i pyesë edhe kretë ka një? Që kënë ka shumë zameqme për me besu. Hadithi i pejgamberit alayhisalatu wassalam për këtë din dhe këtë kohë thotë: "Laqad jaa hadha ad-din ghariban wa sawfa ya'udu kama bada'a ghariba." Fatubu lil ghuraba. Ka ardhur kjo fe, ose është forcu kjo fe, ose është përkrah kjo fe,
nga të huajt, dhe kur do të kthehet kjo fe, përsëri ka të kthehet nga të huajt. E lumë për ta të huajt. E pjetën, wa men al-ghuraba ya Rasulullah. E kush janë të huajt ja Rasulullah? Qala alladhina yastamsikuna bi sunnati 'inda fasad ummati. Janë ata të cilët do të kapën për sunnetin tim, ata të cilët do të kapën për sunnetin tim në ditën kur ummeti im do të ketë shumë fesad, në ditën kur ummeti im do të ketë shumë trazira, në ditën kur ummeti im do të ketë shumë probleme, shumë përçarje, shumë ndarje. Atëherë thëtë këto nuk do të largohen prej sunnetit tim, por do të mbahen atë. Çka i bjen kësaj, kjo të ndershëm? Kjo i bjen qarta, do të vijë koha kur njerëzit do të fillojnë ta interpretojnë fejen si histori. Si raste të cilat kanë qenë interesant, po moti kanë ndodhur. Për shembull, tha shpjegon për çështjen e zekatit, duhet njerëzit me dhënë zekat. Tha shif sa mirë ta pejgamberi ka përkrah fukarat atëherë. Mirë ka përkrah fukarat. E ti, ama tha kjo tash nuk vlen për kohën tonë sot, kjo ka qenë për atëherë. Tamam. E pse s'vlen kjo për sot? S'vlen se secili do ta këshire punën e vet. E çka tjetër? Tha kjo fe, tha sa e mirë, tha ishte kanë sistem psikologjik për fukarat. Tha kur fukarata janë në pozitë shumë të keqe, besojnë në fe, edhe shkojsh ti ju japish pak gajre, e feja ju jep gajre, Zoti ju premton xhenet, ai kalon atyre. Është pak një gajre, feja është gajre. Ha. E çka ka qetur hala kjo fe në aspektin historik? Tha namazit ta ka qenë shumë interesant, ta 5 herë në ditë e kanë dhënë. Po sot sot nuk vlen ta më kjo namazi, se sot ta nuk kemi kohë në për namaz. Sot jeta shumë dinamike, që ti duhet me punu shumë, atër s'ka pas punë shumë, ka pas kohë plot, dhe ka pas mundësi kështu. A keni ngjurë kështu interpretime të fesë? Kanë fillu edhe kështu interpretime. Bilen dhe gjallët, Haxhi, që vëse interesant, ta Muhamedi a.s. sa i menqur, tha i ka thirë këtë njerëzit e dunjohës, ka dhe të përhapër të feja, që të shkojnë t'i pasurojnë arabët e që. Këtë punë pare, punë biznesin, s'ka të qka të punë, punë turizmë. E Shamia, ta Shamia i ka mbrojt prej plumit. Nëse ta jëmë vend shkretire, shumë gjështet menshme ta, shumë gjështet menshme. Pasot, sot ne nuk jetojmë në plumë, nuk jetojmë shkretin, ne nuk me duhet Shamia, sot. La ilaha illallah, në shumë lezër. Unë e shpresoj që dikush për juve ose për atë të cilët i ngjojnë këta në internet, nuk do ta kuptojnë një pjesë për kësaj vetëm 1 minutë ose 30 sekonda të thonë këshirë shifni çka thot Hoxha i Vilit. Që kështu nuk na duhet më Shamia dhe kështu me radhë. Edhe pse ka pas njerëz çish edhe në artikujt e mia të gazetave i kanë kaput kështu, i kanë presë, i kanë dashur, edhe i kanë qitë dhe i kanë thonë shifni çka thot Hoxha i Vilit. Naudhu billah. Ne shumë vëllezër e marrim krejt topikat që i përdorëm, ne i marrim si farzët e Allahut dhe sunnetet e pejgamberit të Allahut. Dhe ne mundohemi të zbatojmë këta në jetën tonë, po të mundohemi edhe në jetën e familjes tonë. Toka kur do të ringjallën njerëzit, ndershëm vëllezër, nuk është kjo tokë në cilën rrinë, nuk është kjo planet në cilën banë. Po thët Allahu Gjeleshanhu, jaume të gajru ardu, gajru ardu o semawat, është ditën kur do të ndrohet toka me një tokë tjetër dhe qiellra. Do me thonë, vendi kur do të kryhet hisabi, llogaria në ditën e Kiametit, është një tokë e bardhë, e rrafsh, në të cilën kurri nuk ka rënë një gjuna, në të cilën kurri nuk është bën luftë, në të cilën kurri nuk janë bën masakra, në të cilën kurri nuk janë bën padrejtësi, në të cilën kurri nuk është lujt me pare, në të cilën kurri kunisen, është tokë e pastërt. Thëtë Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, në surët Taha, jetë në 107, La tëra fiha iwajan, wa la anta.
në te nuk do të shohësh as gropa, as kodra. Është tokë e rrafsh dhe pastërt dhe përberaditme për më bon hesab. Pejgamberi alayhis salam I edukoi sahabët e tij që të përgatiten për këtë tokë të ringjalljes dhe I edukoi në një formë subhanallahu që edhe sot e kësaj dite muslimanët s'po dinë ç'është me eduku. Në shekullin 21 s'po dimë hala ç'është me eduku sikur edukoi pejgamberi alayhis salam. Do të marrim një shembull të Nuaimanit ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Këtë dorte gazin shumë të qeshëm, ishte qeshara, dinte me qenë njerëzit me qesh. Tha një ditë për ditëve pejgamberi sa me pa Nuaimanin me disa vajza. Dhe ki po ishtinte me kesh. Me pa ato vajzat nuk ishin të familjes këtij ose të farefisit të tij. Dhe pyeti o Nuaiman, çka je duke bën? Tha ja Rasulullah, tha jem të e marrë tha një kërpesh të devës e cila më ka ikur. Kur e shihte pejgamberi sa Nuaimanin në xhami për herë, e thanë të çka u bë me atë kërpeshin e devës, a e ke hala? Ja kujtonte vendin, qëndrimi ku ishte tunet. Çka u bë me atë devën, çka u bë me atë devën, çka u bë me atë devën, disa herë. Dhe sa që Nuaimani filloi tha mos vije pash tamam në namaz, po vinte pak më vonë. U falte në safin e fundit edhe shkonte. U falte në safin e fundit edhe shkonte se dinte se pejgamberi tha ja halam çata puna jo. Edhe një ditë për ditëve pejgamberi sa më pa mos I mungoi Nuaimani se pa. Edhe erdhi në xhami në një kohë që s'ishte zakon që të vijë pejgamberi sa. Edhe erdhi e takoi tu falte diçka nafile apo diçka mundi tu fal. Edhe tu fal Nuaiman e pa mësi se pejgamberi sa më erdhi. Ai subhanallahu ta do të pyesë prapë çka bën me devën. Edhe çka bën e zgjati namazin. E zgjati namazin. Edhe kur shkoi në ruku, thash shkoi subhanallahu, është gjatë shumë. Pejgamberi sa më tha o Nuaiman, ta vallahi ta në qoftë se në deri ditën e kiametit do ta zgjatësh namazin çikto inshallah, jesluj për këtë. Ta atëherë ta çka bën ta Iraq ashtu sikur e kishte të bërë namazit, dha selam. Edhe shkoi te pejgamberi sa më aputhi dorën dhe tha ja Rasulullah, vallahi për ditës që kam hyrë në Islam, unë kur një haram nuk kam bërë. Edhe nuk kam punë me ato devet fare, kur për ditës që kam hyrë në Islam. Pejgamberi sa më preku gjoksin e tij dhe bëni dua. O Zot, përmesoje këte organet e tij gjenitale dhe falje gjunahet e tij dhe lehtësoja çështjen e tij, punën e tij dhe veprën e tij Rabbul Alamin. Ta prej momentit ta deri në vdekjen e këtij Nuaimanit, ta ki gjithmonë fal në safin e parë, në xhamin. Çka thonë nëpërmes këtij? Në qoftë se do të ngjojmë sot xhallar për një person të cilët bën një gjëra ose kështu me radhë, çka e thonë? Zoti na e murën fytyrën, Zoti u marr fytyrën, Zoti u bëft kështu, Zoti u bëft kështu, pejgamberi sa nuk thonë ashtu. Pejgamberi sa më kujtonte në gjunahin e tij me qëllim që ta largojë nga ajo, mirë, por nuk ja marronte fytyrën përpara kërkuit. Dhe shkoi përsëri e Zateki kur ishte në kohë vetme. Një prej dietarëve të mëdhenj të Egjiptit, thuhet që ka qenë edhe prej evlijave të Allahut, e pan mbasi dolën prej namazit yatsis natën, e pan sa ato xhamati I tij pan në mbi lumin Nil ka lundronte një anije me plot treja dhe tri të cilët vallëzonin lumin edhe kështu me radhë, edhe I tha o imam, ti të njohem për njerëz të mirë. Çoj duhet lutja Allah xhaleshanhu që ti fundos që këto se na e murën fytyrën, na e murën moralin, na e murën krejt me radhë. Edhe ai tha, çoni duhet, reni duhet. I ngritën durët dhe I thanë, o Allah, sikur I ke gëzu, thanë, këtë dunja, gëzoj edhe në ahiret, inshallah. Të I thanë, subhanallah, në nuk thamë për qështu, në thamë t'i lutësh ndryshe. Tha o njërës, në qoftë se Allahu xhaleshanhu këta do t'i shtinë në xhehenem, a kemi fitu me diçka? I futin xhehenem, ne çka fitu? Po në qoftë se Allahu xhaleshanhu në bazë duas tonë I futi këta në xhenet, e ata nashta bëjnë lutje për ne, t'him edhe ne në xhenet, a kemi fitu me diçka? Tha ne po,
Tha, po pse shkoni i lutni Allahut ka e keqja, nuk i lutni për ka e mirë. Pra, metodologjia e këtyre njerëzve të mëdhenj për ftesë, për thirrje në rrugën e Allahut ishte në këtë formë, ndeshëm vëllezër, e jo në atë formë që ka një herë ne për fat keq edhe çështën. Esaib ibn Ubejd ishte një prej xhaxhallarëve, minxhallarëve të largët të pejgamberit alayhis salam. Ky lloj Saib ishte shumë i egër ndaj Islamit. Qish në Mekë, shumë i egër ndaj pejgamberit alayhis salam. Aq i egër sa që subhanallahu vuajshin muslimanë shumë prej tij. Kur erdhi lufta e Uhudit, ai i parë në luftën e Uhudit me shpatë, edhe gjatë luftës e Uhudit, edhe pse muslimanët e humbën këtë luftë, po prapë se prapë kapën disa prej robër. E në mesin atyre të cilët ishin në robër, ishte edhe Saibi. Dhe e sollën përpara pejgamberit alayhis salam dhe i thanë: Ja Resulullah, kjo është një prej robërve të cilët i kemi pasur. Pejgamberi alayhis salam i tha: Atlaqu akhi fa innahu ashbaha khalqi. Lironja vllavin tim, se ki më shumë ti në ftyrë i përngjan pejgamberin tuaj. Më shumë ti që i ka përngjarë në njëri prej familjes pejgamberit Muhamedit alayhis salam në ftyrë ka qenë ki Saibi. Dhe tha lëshonja. E pse me lëshu? Tha pse i përngjan në ftyrë veç pejgamberit alayhis salam. Nërshëm vëllezër, pejgamberi alayhis salam në disa përqirë ka zgjedhë qera atribute, qera shkaqe. Njëri ti ka thënë lëshonja këtë se ki ka mësuar vetë musliman. Lëshonja këtë. Qetëri ka thënë lëshonja këtë për shkak se kjo është djali i Paris filanit e duhet kështu me radhë. Qetëri ti ka thënë lëshonja këtë. Do me thonë çka në akuzat e sodit të cilët lexojmë ne në disa prej gazetave të Zvicrës, çka thotë pejgamberi i muslimanëve ka qenë ai i cili ka mbledhur robë, skllëve, ka bën kështu, ka bën çështu edhe Kurani i ka leju. Po shani Allah nuk ka lidhja që shkruaj. Edhe nuk din fare për Islamin dhe për muslimanët. Dhe jam për të kallëzoj se si nuk i ra kja ajeti i Kur'anit në sy, që dhe ta lexoj tash gjatë leximit që e pas ka bëj Kur'anit. Në surët Al-Anfal, ajeti i 67, thot, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra. Nuk i lejohet njërit prej pejgamberëve, ose pejgamberit tuaj, po ashtu, që të ketë robër dhe të ketë skllëver. Është ndaluar për pejgamberin alayhis salam të ketë robër dhe skllëver. Dhe ki ka zgjedhur faktikisht njëri që ka zgjedhur një cilësi, pse më përgjigj mua, tjetrit një cilësi, pse është kështu, tjetrit një cilësi, kështu me radhë dhe e lëshoj. Kur e lëshoj Saibin, ai e ditë mos se si ti vjen dorë muslimanëve çka do t'i bëjnë. Se e ka ditë se çka ka bërë. Në moment kur i tha pejgamberi sa më shon të shkoj. Shkoi ki, kur u kthein para se me dalë për Medinës, u kthei prapë. Dhe tha ja Resulullah, unë duhet të hin fe. Ti duhesh me hin fe. Dhe vallahi po tha. Me bën ju të kishën anda që ra neve ndorë, thënë nuk dishin, nuk dim çka i kishën bën. Këtë mëshirë nëse kemi papu. Dhe ne flasim për shekullin 7 o burra. Ne nuk flasim për shekullin 21, kur njerëzit kanë filluar ndryshe me kuptu. Por ne flasim për një civilizim kur njerëzit nuk dinin çka është civilizim. Ne flasim për drejtësi kur njerëzit nuk e dinin çka është drejtësi. Dhe ngjashëm. Pra pejgamberi ka thirrur në fenë e Allahut me veprat e tij, me shembulltyrën e tij, me moralin e tij, e jo sikur sot non-stop veç muhabet. Muhabet. Se cilë ditë do të kallëzoj ders. Subhanallah. Gjithë natën muzikë, gjithë ditën ders kallëzoj. Unë s'e marr vesh këtë punë. Si cilë ditë me kallëzoj ders, si cilë ditë me shit fetfaja, subhanallah, unë nuk e di. Në qoftë se ne të ndërshëm vëllezër, nuk kallëzojmë ders me punën tonë. Veç kërkumt nuk shkruhet ki ders me fjalë. Një ditë për ditëve pejgamberi alayhis salam u zgjua dhe doli te sahabët dhe tha kam pa një ëndër. Ëndra e tij tha që ishte disa kohë përpara se të bëhet lufta e Uhudit. Ëndra e tij tha ishte
kam pa o njërës një ëndër që u therë një lopë. Edhe shpata ime më thy, gjithësisht më coptu, më dollë një copë kësa. Edhe unë e futa dorën time në atë mbrojtësën e luftës. Dini ajo që është për mbrojtësën e luftës, edhe e futa dorën në mbrojtësën e luftës. Ebu Bekri tha, ja Rasulallah, am lejon të ta komentoj ëndrën, të të kalzoj se qka është? I tha urna. Tha që një lopë është therë, tha, të dish se në luftën që është para neve, do të vdesin disa prej sahabëve tu. E në shpatën të cilën të shthy, tha, do të vdesin një person prej familjes tënde. E në mbrojtësën tënde luftarake që i ke fut dorën, kjo kallzon se e ke mbrojt Medinën dhe do të kthehesh në Medinë shëndosh dhe mirë. Pejgamberi filloi të qeshë dhe tha, vallahi tha Xhibrili alayhis salam kështu ma ka komentuar, sikur më tha Abu Bekri. Edhe Enesi radiallahu anhu, po edhe Imam Tirmidhiu e transmetojnë këtë hadith, të cilën ne ndoshta pak duhet t'ia drejtojmë rinisë tonë dhe disa prej njerëzve tonë, të cilët mendojnë që e kuptojnë fen shumë mirë, ndoshta vënaudu billah, edhe ma mirë se gjithë. 3 persona vizituan pejgamberin alajhissalam dhe donin që ta ndjekin atë në jetën e tij. Ta shohën në gjatë ditës dhe gjatë natës çfarë punë bën. Dhe ndoqën. Në mëngjes njëri prej tyre tha, subhanallah tha, pejgamberi, aja hadithi thot, fetaqallu, dhe e panë se pejgamberi nuk bëni shumë punë, bëni pak punë, të preqin ma shumë. Mirë po njëri për tyre thënë, ju e diçka, ajo është pejgamber, ati janë falë gjithë gjunahat që i ka bënë dhe që do t'i bëje, për atë shkak nuk ka nevojë e të bëje shumë. Ne jemi gabimtar, dhe ne do të me bëjmë ma shumë sa. Njëri thonë e u habita, tha, pejgamberi alajhissalam e prita që tër natën të falet, pa i su falë tër natën, a i falet disa për recateve nafile dhe shkoj flet me gruën e tij. Tha, vëllaj, tha, unë tha, s'kam për më martu hiq, që të mund të falem tër natën. Tjetri tha, unë e prita që tër ditën ki do të agjiroje. Mirë po, ki nuk agjiroje. Unë u habita me këtë. E qetri tha, unë e tha nuk e di, tha, pejgamberi të martu, më u martu. Tha unë e vëllaj, tha hiç s'kam të martu. Pra njëni tha ka më falë tër natën, qetri ka më agjeru tër ditën, derisa të jetoj, edhe qetri s'martohet hiç. Pse? Ja e pak boni pejgamberi sa nuk boni shumë vepra. Pejgamberi sa më ju drejtu. O djema, ju ndëgjova për ata të cilët thatë, këtë dhe këtë. Vallahi unë jam më i devotshëm se ju, edhe në qoftë se mendoni se veprat e mia janë të pakta. Vallahi unë jam më i afër se ju, dhe te Allahu se ju, edhe në qoftë se mendoni se unë e bëna pak. Por ju tregoj se Allahu na ka falë mundësinë për të martu dhe duhet të martohemi. Allahu na ka dhënë kohë për të falë dhe kohë për të pushu. Allah na ka dhënë ditë të agjerimit dhe ditë të prishjes, jo agjerimit. Pra, kjo është sunneti im, dhe ua bëj me dije, që kush nuk kapet në sunnetin tim, nuk është nga unë. Kjo është një prej haditheve të cilët na bëjnë me dije neve dhe gjemë vetri tonë me kretë, që mos ta merr mendja se ti do të japish huxhum një 3 muaj ditë kështu komplet, edhe u bën manart sekret, bile dhe manart se pejgamberi Allah. Por ndarja e energjisë tënde në këtë dynja, për punë, për familje, për dynja, po edhe për ahiret, është sunneti i pejgamberit alayhis salam. Dhe ashtu është sunneti edhe i jetës, gjithësisht rruga, metoda e dynjas, e jetës. E në këtë dynja mund të jetojsh vetëm ashtu sikur e ka parapa Allahu xhaleshanu që e ka shtrit pejgamberin asëm me jetën e tij me na kallëzu. E ti, ma musliman se pejgamberi asëm së ndonesh. Dhe kjo është po ashtu për ata të cilët
ka njëherë neve në kallëzojnë edhe në tregojnë se sa devotshëm dhe sa kështu me radhë, o në ubu billah, edhe inshallah që ashtu edhe përfundojnë, po shumica e tyre nuk përfundojnë ashtu. Përshkrimi i xhenetit. Ebu Hurajra radiallahu anhu i tha, ja Rasulallah, prej çka është i bom xheneti? Apo në kallëzu prej çka është i bom xheneti, i kriju? Tham, tulla nga argjenti, tulla nga ari dhe të ngjitura me misk, ose cimenti i tyre që i mbap është prej misk. Krejt pallatet ati kështu? Krejt. Subhanallah, shumë material pas ka një. Krejt alton, krejt është më radhë kush e pagun ata. E kjo është ajo të cilën ne e dojmë për dunjas. Hinë në një hotel kështu, pak ma special, kështë të mos kufuat e hotelin mbretëror ose të mirave, tha, subhanallah, qesh ma ti s'di ishte të shush, nuk ka kërkun për të lëshu, drita ti s'di ishte të kallish. Tha, ishtë shumë interesant. Po tha, qatë që interesant, tha, kush e ka projektu këtë? A e ka projektu një njërë. E qka me ndoni sa mund me konë interesant të ajo cilën e ka projektu vetë Allahu dhe Gjela. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, ati edhe ka ndet diçka tjetër. Çka nuk të ka pa asyri, e çka nuk ka ndëgju veshi, dhe çka s'ka ra kur i ndërmend se mund me pas kështu gjë. Në xhenet janë sendet që vetëm emrat e tyre janë përngjashme me emrat e dynjas. Do t'i thush dikujt të pyetën e, çka ka, po hajde unë po e pranoj këtë fen tuaj, po çka me e pranoj? Po hish në xhenet. E çka ka në xhenet? Tha në xhenet, subhanallahu, tha çka na ka kallzu hoxha, pa ti kishte mjalt. Tha po unë shpejt kam mjalt plot për gjatë, mbeti me mjalt, bile nuk e ha. Ama është një lloj mjalt e kështu safi, një lloj e pastër mjalt shumë rrallë. Tjetër çka ka? Tha po tjetër kishte tha do sheg, ruman. Shega, e dini çka është? Tha me ato pikët e kuqe mrenda kështu. Po tha në pazar plot me këto të turki plotën ashtu ka. Hajde bre, çiti tam ti do nisë çelë. Po ka lumejtha me ujë që rjedhin, lumejtha me qumbësht, lumejtha me a vetëm krejt kanë këto në dunjë, kallzon do nisë tjetër çka ka. O i dashur vëlla, që të emrat të cilat i dëgjove ti janë vetëm emra të njëjta midis shijes në xhenet dhe në dunja. Kur gjonsa tjetër e njëjta. Po që Allahu xhaleshanu të mund të ta jap ti diçka që ti mund ta paramendosh çka është atje, tha çka ka thotë ti kalon emrat bërëm të njëjta se shija nuk është fare si kur e. Tha shija në saj ti kurri nuk e ke ndje. E pse i kalon kështu me emrat të njëjta? Me qëllim që ti të mundesh ta dush një gjë që të duket e mirë dhe të fillon prej saj tërmë. Se çka të bësh në qoftë se Allah ti përshkruan te kënaqësitë e xhenetit të cilën ti kurri si ke ndjekur. Tha ka në xhenet një lloj pije, ku e di çfarë? Më çfarë? Ku e di çfarë? Tha valla se do unë ku e di çfarë, ma jep mund tha pikë pije të thonë që në dunjë që i pi. Ato shumë më të mira. Në me thonë për shkrimin që i kalon emrat me qëllim që njeriu të krehë në kënaqësi dhe prej atij të mos filloj. Dhe me thonë është dashur në diçka të drejtohet. Në xhenet nga shëmbëlezër ka dhe një vend takim, ose si pazar hesapi. Es-suq i thunet. Suqul xhenna. Pazar pse atë çese dikush do të blej ka edhe parë, jo. Ati tha nuk duhet kërkush me shit me blej. Po ati vetë të duhet faktikisht me ofru dhe me marrë prej disa pemëve të cilët janë shumë speciale. Në qoftë se do ta ndash për gjysmë frutin e saj, tha gjysma e saj është zbukurim të cilën kurrë s'ke pa ashtu zbukurimi i bukur, e gjysma e saj është ëmbëlsirë një pemë e cila është aq e ëmbël saqë thot pejgamberi sa në qoftë do të binte gjysma e saj në detin e njelmët të shlishët, do t'ja kishte hedh krypën krejt. E tullat çka ishin, vazhdon hadithi, tullat ishin prej arit dhe argjentit, e cimenti i cili po ngjet këto ishin nga një misk dhe toka në cilën ti shkel është margaritar dhe diamant.
tokën, me cilën shkelti është. Ne këtu për tokën mundohemi në banesën tonë, çfarë pllakësh me i vënë. Jo tokën e dim çka është, me miza, me kështu me radhë, me pllakët funal që do t'i vendojmë, ose drasat që do t'i vendojmë, çfarë drasësh do t'i jenë, a do t'i jenë pak më kështu me radhë. Ta komplet toka si tokë, ta është lu'lu wal marjan. Komplet toka si tokë është margaritar me plot diamant, në cilën shkelbi ta. Thët pejgamberi sallallahu kush thët? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Melaqet janë mbjellin një prej kësaj pemës që folën pak më herët në xhenet prej tash. E kush e shton zikrin e tij më shumë në këtë dunja, ta e shton çaq më shumë pasurinë e tij në xhenet. E pyetën ta kush mund të më shtu më shumë të zikr në këtë dunja, tha personi i cili ndalet nga ushqimi pak. Personi i cili largohet pra për ushqimit. Pse? Tha se ai i cili han shumë, ai flen shumë. Ai i cili flen shumë, ai nuk mund të bëjë zikr shumë. E kundërta, ai i cili largohet për ushqimit, ai i shtohet të mundësia për më pak gjumë. Ai i cili bën më pak gjumë, ka mundësi të bëjë zikr më shumë. Në këtë kontekst të shërim të lidhemi, kishte një person që ishte në kohën e Ebu Hanifës, gjithësisht jetoi edhe mas vdekjes e Ebu Hanifës, pra në kohën e tabiinëve, e kishte emrin Esh'ab. Ki Esh'abi kishte ushqimin shumë qefi, shumë hante me qefi. Edhe i thanë, o Esh'ab, thanë, subhanallah, ki jetu në kohën e Ebu Hanifës, ki jetu në kohën e plot tabiinëve, ullët është si njërë që na kemë rejnë gjeneratën tjetër, na kallëzot diçka prej gjërave të mira. Tha, po. Prej po e kallëzoj të një hadith të cilën ta ma kanë tregu. E ke hadithit të cilën ma kanë tregu, tha është di punë. Kush prej juve i punon, ka hinë xhenet. Në të sëmë khasleta. Di punë prej, kush i punon, ka hinë xhenet. Mashallah, që kështu më thana, kallëzoj pak të njëseta në du të dim. E cilë që më të di punë të Esh'ab, tha njërën për këtyre di punëve këmë haru unë, tha. E qetërën Esh'abi e ka haru, të djetë. Po pse, tha, po shkom fletë shumë, po dhe tha. Po këmë hangur shumë, kom fletë shumë, këmë haru. E tash në këtë punë, ta qka i vjetë, kush dëshiron të pasuroj barqën e tij, që sa më shumë për këtyre, shton një dikën dhe largoni fjalë të këqija dhe pasuroni fjalën tuaj me fjalë të mira, inshallah. Vazhdon hadithi pejgamberit i cili përshkruan të xhenetin dhe thotë: në xhenet ta njeriu tha ka vetëm ni'met dhe nuk ka dëshpërim. Ka kënaqësi dhe nuk ka dëshpërim dhe nuk ka mërzi. Është i përjetshëm në det dhe nuk ka vdekje. Tesha e tij të cilën e mbar nuk përlyhet. As nuk vjetrohet. As nuk thehet. Rinia e tij nuk kalon. Po hyjnë në xhenet në moshën e Isës a.s. dhe çashtu mbijeton. E djersat e tij, të cilët i dalin prej trupit, në qoftë do të vinë që t'i dalin djers, tha do t'ju bjerë atyre erë e bukur e shijes së parfumit ose të miskut, të cilën kur i s'keni dëgjuar aq erë të mirë. E kur do të bjerë në tokë, do të bjerë në tokë dhe bëhet prej saj diamant. Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu thotë: xhenetlit të gjithësisht transmeton. Xhenetlit do të shohen së larti ku mbështeten në mbështetësit e tyre në pallatet e tyre, do të shohen për së larti dhe do t'i shohen qiellrat dhe do t'i shohen kawakib, do t'i shohen planetat shumëta dhe yjet shumëta qiellore. I thanë pejgamberit asëm, ja Rasulullah, e këto xhenetlit për cilën folish ti që do të shohen do t'jenë kategorinë më të lartë, pra si duket do të shohen më lart, tha do t'jenë pejgamberët këto, a për pejgamberët flasësh. Tha unë flasë për rijalun amanu billah wa sadaqa al-mursalun. Janë njerëz të cilët kanë besuar në Allah
dhe i kanë vërtetu pejgamberinë e pejgamberëve dhe i kanë ndjek këta pejgamberë. Burra, njerëz, gra, të cilët kanë jetu, kanë besu në Allah dhe kanë ndjek për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta këto do të jenë. E i thanë, do me thonë këtë person i cili duhet me konë në këtë kategori, duhet me pas iman. E çka është ki iman? Iman së cilë të. Iman ta, ndërshëm vëllezër, është dëshmia të cilën njerëzit e thuajnë gojarisht, dëshmojnë me gojë, e vërtetojnë në praktikën e tyre, dhe gjymtyrat e tyre po ashtu vërtetojnë. Këtë qenja e tyre vërtetojnë në këtë dëshminë Allahu Dhul Gjelal dhe pejgamberit si pejgamberit i tij. Veprat tona janë përputhshme me fjalët tona. Gjymtyrat tona nuk i bëjnë veprat të cilat nuk i lejohen fjalët tona, gjithsesi nuk i lejon shahadeti. Duart tona nuk i bëjnë ato punë të cilët shahadeti që e shprehin me gojë nuk e lejon. Edhe kështu që përqendrohemi, tërhiqemi dhe jemi ata të cilët kërkon Allahu. Kjo është çka që kushtet atyre të cilët banojnë për natë. Shkallët e xhennetit, kategoritë e xhennetit. Tha xhennetet janë 8. Secila prej këtyre 8 xhenneteve ka nga 100 shkallë, nga 100 kategori. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wasalam në njërin prej haditheve, nëse krejt banorët e xhennetit, të 8 xhenneteve, i futim në njërin xhennet, një shkallë prej këtyre i nxeh krejt. S'ka nevojë për mëdam tjetër. Dhe transmetimi i ditët, në qoftë se do t'i vjen gjithë botrat që Zoti i ka parë, i nxeh njëra prej këtyre shkallëve prej 100-ve të njëjtin xhennet. Cili person do të ketë mas paku pasuri në xhennet? Mas paku, që s'ka mas pak, dhe mas paku pasuri në xhennet, transmeton Ebu Saidi, thët yesiru rakibu elfej sana. Personi i cili ka hip në atë, thët do të hece, 2000 vjet ka mundësi të hece në pasurinë e vetë, në hududet e vetë në xhennet. I thanë, subhanallah, kjo është për atë cili mas paku? Tha po, e çka është e mas shumëti që ka? Tha mas shumëti, tha është se do të shohë Allah në secilin mëngjes dhe secilin mbrëmje. Do të jepet mundësia të shiqojë në fytyrën e Allahut Dhul Gjelal, secilin mëngjes dhe secilin mbrëmje, dhe kjo do të jetë që kategoria më e lartë ose qefi më i madh i xhennetlive, dashur Allahu xhelleshahu që na bën edhe neve prej tyre. Tu thonë kështu, Ebu Bekri tha, ja Rasulallah, a do të ketë dikush në këtë kategori? Pejgamberi sa më ktheu kryet ka Ebu Bekri dhe tha ti o Ebu Bekr. E kur hynte pejgamberi sa në xhami me Ebu Bekrin dhe Omerin duke hyrë kështu, i thanë sa bukur ja Rasulallah po hyni të tretë në xhami kështu. Tha vallahi tha dhe kështu të tretë tha kemi për me hynë xhennet. Allah ne mundsoft inshallah. Ju falenderoj për vëmendjen. Wa rahmatullahi wa barakatuh.